Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'il anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanuhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetje dhe bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës heqja dorë nga gjërat e këqija. Njeriu, në rrugëtimin e tij shpirtëror, përballet vazhdimisht me sfida që prekin natyrën e tij morale. Zgjedhja mes të mirës dhe së keqes është një sprovë që përcakton përfundimin e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Heqja dorë nga gjërat e këqija është një akt i lartë vetë përmbajtjeje, një shenjë pendimi dhe përkushtimi ndaj Allahut xhaleshanuhu. Kjo temë e ditës së sotme është një temë e thellë në fenë e pastër islame, e mbështetur fuqimisht në Kuranin famullar dhe në fjalët e urta të profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, por jo vetëm, edhe në hadithet e Ehlibetit të pastër të këtij të dërguari. Cila është domethënia e heqjes dorë nga gjërat e këqija? Heqja dorë nga mëkatet dhe veprat e këqija është një tregues i besimit të sinqert. Ai që ndalon nga e keqja e dëshmon pendimin dhe afrimin ndaj Allahut. Kjo nuk është vetëm braktisja e veprave të liga, por një transformim i brendshëm, një ndriçim i zemrës dhe një kthim tek drita e udhëzimit hynor. Allahu i plotfuqishëm thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ata që kur bëjnë ndonjë të keqe apo i bëjnë pa drejtësi vetes, e kujtojnë Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. E kush i fal mëkatet përveç Allahut dhe nuk vazhdojnë me qëllim në atë që kanë bërë. Ajeti 135 i surës Al-Imran. Ky ajet tregon qartë se mëkati mund të ndodhë, por shpëtimi qëndron në vetëdijësimin, pendimin dhe heqjen dorë nga vazhdimi i së keqes. Profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: pendimi është themeli i shpëtimit dhe braktisja e mëkateve është fillimi i urtësisë. Kjo thënie e profetit të nderuar na mëson se heqja dorë nga gjërat e këqija është hapi i parë drejt urtësisë dhe ndriçimit shpirtëror. Nuk ka pendim të vërtet pa lënien e mëkatit. Dhe në një hadith tjetër, profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka më të mirë se ai që kur e kujton mëkatin, e lë atë me një herë për hir të Allahut. Pra ai person i cili e kupton që ka mëkatuar, kthehet tek Allahu xhaleshanuhu, pendohet dhe heq dorë nga ai veprim i gabueshëm që ka bërë. Ky hadith e vë theksin te veprimi i menjëhershëm, pra ndaj së keqes sapo njeriu vetëdijsohet. Imam Aliu, paqja qoftë mbi ta, i cili është burimi i diturisë dhe morali i pastër i Ehlibetit, ka thënë: dëmtimi më i madh i një njeriu është të mos jetë i aftë të ndal veten nga mëkati. Ai që nuk arrin të ndal veten nga e keqja, është i dënuar të përjetojë errësirën shpirtërore. Heqja dorë nga gjërat e këqija është çelësi i ndërtimit të vetes së vërtet. Në një tjetër thënie të tij, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: durimi për të mos mëkatuar është më i çmueshëm se durimi në përballimin e pasojave të mëkatit. Pra, është më mirë të vuash pak për pak kohë, duke i rezistuar mëkatit, sesa të vuash për një kohë të gjatë prej pasojave të këtij mëkatit. Allahu na ruaj. Imam Jafar as-Sadiq alayhis salam ka thënë: ai që lë një mëkat për hir të Allahut, Allahu do t'i japë në vend të tij një urtësi në zemrën e tij dhe një dritë në shpirtin e tij. Kjo është një garanci e bukur, ku thuhet: heqja dorë nga e keqja nuk është humbje, por një fitim i madh shpirtëror. Allahu e zëvendëson të keqen me të mirën në zemrën tonë. Imam Kazimi, paqja qoftë mbi të, thotë: fitoria më e madhe është të mundësh veten tënde kur të nxit për mëkat.
Ky është një mësim për vetë përmbajtjen dhe fuqinë e brendshme që nevojitet për të braktisur të keqen. Allahu i lartësuar është mëshirëploti dhe do pendimin e sinqert dhe do njeriu që pendohet në moment. Ku thuhet Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, o robërit e mi, që keni bërë mëkat kundër vetes tuaj, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Vërtet, Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai është falës dhe mëshirëplot. Ajeti 53 i surës Zumar. Ky ajet është një ftesë hyjnore për ata që janë përlyer me të keqen, se kthimi tek Allahu është gjithmonë i mundur. Dhe heqja dorë nga e keqja është çelësi i kësaj kthese. Heqja dorë nga gjërat e këqija, të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk është vetëm një detyrim moral e fetar, por është një rrugë drejt ndriçimit, pastrimit dhe afrimit me Zotin. Ajo është një shenjë e pjekurisë shpirtërore dhe një dëshmi e dashurisë ndaj Allahut të plotfuqishëm. Ajetet kuranore dhe fjalët e profetit dhe ehli bejtit na mëson se për të qenë të shpëtuar, duhet të ndërpresim lidhjet me të keqen dhe t'i dorëzohemi dritës së udhëzimit hyjnor. Le të kujtojmë së bashku se çfarë na thot Allahu xhaleshahu në surën Naziat, nga ajeti 40 deri në ajetin 41 të kësaj surie, ku thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Sa për atë që i frikësohet qëndrimit para Zotit të vet dhe ndalon vetet nga epshet, xheneti do të jetë vendbanimi i tij. Ky është premtimi hyjnor. Për ata që heqin dorë nga gjërat e këqija, ata janë të shpërblyer me xhenet, vendin e përjetshëm të paqes. Qofshim prej këtyre njerëzve të cilët shpërblimin e kemi si në këtë botë, por shpërblimin më të madh e kemi në botën tjetër. Shpërblimi më i madh i robit besimtar është xheneti i Allahut. Qofshim prej atyre të cilët e fitojnë me mundin ton, me punën tona të mira dhe të largohemi nga të këqijat sa të kemi mundësi. Në këtë momente ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.